ju dini shumë mirë që gjithë i vlerësum zgjedhjet ishin të mira, ishin korrekte, ishin demokratike, gjitha, po unë i kom pasona me fillim edhe në Nisënishit, të televizionit ju, për ka ndodhur kjo reforma e fundit, të ndonë që kjo tema e vitin 2007, dhe mund të me pas si tema, se gjithmonë kanë ekzistuar. Por ka qenë rregullaksimi më i vogël i kandidatëve deri në pas, ka pas ashtu më pak, ka pas gjithmonë po. Ai po di se gjithmonë po se ki komisioner partia, këto tema të kësaj natyre, që s'mund të shkojmë me liftu deri në fund, por problemi është që për shkak në vitin 2010 që përfitoi Loret, ka qenë lista mbyllur. Edhe ata që ka fituar për shkak partia ka fituar 20 shqiptar listë që do në listë partisë politike e ka fituar mandatin, se ka qenë lista mbyllur. Si hop lista, edhe mos ia për të tema për vjedhje apo se manipulim, edhe pse kjo është demokratike se e mbron vullnetin e dishëtor ku të voton vetëm një kandidat, ose voton vetë kandidat. Po nuk e orienton domethënë lideri listën e deputetëve të orientojë qytetar. Po tash po është ndruar në një vjedhje masive në problemet e tjera, të cilat janë të natyrave, të cilat janë personale që ka ndikuar çka bëhet në Kosovë, që shkelet e liria dhe vullnetit qytetar.